Pse duhet vdes njeriu? Pse erdha unë në këtë jetë? Frikrat imagjinare, nëse zgjasin gjatë, janë shumë më të rënda se sa kur ndodh diçka konkrete. Zoti ty të ka besuar. Ti besoj këtij Zoti, besoj këtij plani. Por brenda këtij plani mund të ketë shumë detaje që ti si kupton dot. A është ndaluar të dyshosh? Kur njeriu është i hapur ndaj tjetrës, ndaj gjës tjetër, atëherë me të vërtetë që ka gjithmonë zgjidhje. Nëse dikush thot për jush ka dalë nga shtëpia e tij dhe në dorë ka një fidan që do ta mbjell, nëse shikon që po bëhet kiameti, po shkatërrohet çdo gjë, po pati mundësi ta mbjell fidanin e tij përpara se të bëhet kiameti, le ta mbjell atë. Mirë, këtë e pas ka krijuar Zoti, këtë e pas ka krijuar Zoti. Po vetë Zotin kush e ka krijuar? Selam aleikum rahmetullah. Nderuar vëllezër dhe motra, mirë se vini në këtë zinxhir bisedash rreth koncepteve bazë besimit. Sot do ndalojmë në një koncept të ri, besimi, dyshimi dhe drejt një stabiliteti që na mundëson besimin neve si njerëz. Që stabilitetin në thelb ndoshta do të ishte nevojshme të hedhim fokus ka i personal i joni, se normalisht nëse njeriu stabilizohet, nëse qenia e tij krijon një rrugë të qartë nga ecën, e ka shumë më të lehtë pastaj të stabilizojë çështjet jashtë. Sepse njeriu jo rrallëherë është i varur nga këndi që i shikon gjërat dhe nëse në veten e vet ka një kënd të qëndrueshëm, është i prirur të shikojë gjërat nga këndi i qëndrueshëm. Pra, nëse vetveten ngërthen dyshime, ashtu do kërkojë dhe jashtë, edhe kështu vazhdon zinxhiri i kësaj çështje. Do vazhdojmë prapë me profesor Ferit Piku, profesor mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit edhe një herë. Profesor më nisa pak në fillim, por mendoj që një ndër konceptet bazë që ofron besimi që e sqaruam edhe në temat e fillimit, është që ofron një lloj sigurie. Pra el iman, që themi, një lloj besueshmërie, një lloj besimi, stabiliteti, sigurie. Në vetvete kjo rrugë e mbart me vete dhe dyshimin, nuk e përjashton dot, ndoshta asnjëherë, derisa njeriu të ndrojë jetë, sepse është natyra, thamë, e mendjes dhe shpirtit njerëzor. Edhe jetës që të fut herë në dilema. Cila është rruga që besimi i mundëson njeriu një lloj stabiliteti të brendshëm? Dhe ky stabilitet i brendshëm, kush janë mekanizmat të cilat neve na ndihmojnë si besimtar, gjithmonë nga rruga e besimit, që ne të krijojmë një stabilitet shpirtëror, intelektual, të qëndrueshëm për shpirtin ton, që na krijon një njerëz deri diku të qëndrueshëm në jetë. Me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, teksa flasim për tema që kanë lidhje me një koncept shumë të rëndësishëm, që është koncepti i besimit, i nevojshëm shumë për individin, shumë i nevojshëm edhe për shoqërinë, i nevojshëm edhe për vetë ata që flasin për hoxhallarët, për rastin ton konkret, sepse nuk është se jemi njerëz që kemi apo qetësinë absolute, qartësinë absolute dhe po mundohemi të qetësojmë dhe të qartësojmë. Ne jemi njerëz dhe përdesa jemi të gjithë kemi nevojë që këto tema të diskutohen. Dhe shpresojmë që Zoti të na qetësojë mendjen me besim, të na qetësojë zemrën me besim, por dhe të na bëjë të reflektojmë besim. E përmendëm siç i kemi besuar atij dhe kemi qetësi dhe sigurinë të, po ashtu dhe timi të besuarit e tij, që dhe ne të prodhojmë dhe të arrijmë të reflektojmë qetësi dhe siguri tek të tjerët. E përmendë vetë pak që vetë fjala besim apo në gjuhën arabe që është el iman, që thot ajo ka lidhje el iman, imani ka lidhje me emnin dhe eman. Em dhe eman është qetësia dhe siguria. Prandaj profeti Muhammed alayhis salam që ka qenë shumë i lidhur me Zotin dhe me krijesat e Zotit. E përmendë me një prej misioneve që dy dimensione shumë të fuqishme kanë qenë, sidomos në Kuranin Mekës. Zoti ka folur për cilësitë e tij, për emrat e tij, po ka folur shumë dhe për krijesat e tij, që këto dyja të bëhen bashk dhe të mbërrim aty ku është për të mbritur ke Zoti. Ai thonë që profeti alayhis salam sa i që shifte hënën e re, thoshte mirë se vjen o hënë e re, mirë se vjen o krijesë e re. O Zot, silla ma atë me silm o selam, me paqe dhe me qetësi. Thotë dhe me emn o iman, silla atë me siguri dhe me garanci. Pra, kjo hënë, kjo krijesë e re e Zotit, e cila faktikisht aty është, më thënë, po thjesht Zoti na e paraqet si krijesë të re, edhe kjo është pjesa e rinovimit që gjithmonë ti i shikon të freskëta krijesat e Zotit, gjithmonë të përkujtojnë ty, thotë bëj atë që të jetë paqe dhe qetësi,
edhe për zemrat tona, për familjet tona dhe për shoqërinë tonë. Mirë, po aty përdor fjalën pra bil emni ol iman. Besimin vetë është burimi i qetësisë, është burimi i sigurisë. Edhe përmendë pak vetë krijesa njeri, gjithmonë ka pyetjen, ka dyshimin. Nuk është të thënë që njeriu që në momentin e parë deri në momentin e fundit ka instabilitet, ka një besim. Atë besimi njeriu edhe i shtohet në momente të caktuara dhe ulet në momente të caktuara dhe kjo është e bukuria e besimit tek njeriu. Prandaj është krijesë e veçantë njeriu. Edhe kjo është rruga për ta fuqizuar dhe për ta forcuar besimin, se përndryshe nëse do ishte i tillë, po themi që në momentin e parë ai është i mbjellur tek njeriu dhe çfarë do që të ndodhë nuk ndikohet, atëherë pse duhet shpërblehet njeriu? Pse duhet luftojë njeriu? Ku është e veçanta e këtij njeriu? E veçanta e njeriu është sa i lufton me veten e tij, me djallin e mallkuar në krahun tjetër, ka pyetje gjithmonë, por nëse objektivi është një, që është mritja tek Zoti, dhe nëse njeriu dëgjon dhe lexon atë pikërisht që e orienton Zoti, ky besim fillon ka tjetër shije, ka tjetër lezet. Pse mendja kënaqet shumë kur përgjigjet një pyetje. Shkencëtarët, pse janë njerëz që sakrifikojnë gjithë pasurinë e tyre për t'i dhënë përgjigje një pyetje. Gjithë jeta e tyre është për një fiksim që ai ka patur. Po pse ka një kënaqësi kaq të madhe ky njeri? Po kjo është forca që ofron qetësinë. I jep qetësi. Edhe i jep atë që mundi yt dhe dyshimi yt nuk shkoi kot. Dhe kjo është forca që i ka dhënë Zoti njeriu dhe mendjes njeriu, e cila mendja ka dyshimin, ka bazën, ka pyetjen. Pra Zoti vetë ja ka dhënë njeriu. Po problemi është mas këtij dyshimi dhe pyetje, çfarë rrugë ndjek njeriu. Kjo është shumë e rëndësishme. Besimi vjen pikërisht këtu që ta shoqërojë njeriu, t'i jap atij përgjigje dhe ta orientojë. Atëherë njeriu është një krijesë që her pas here ka dilema, ka dyshime në shumë koncepte. Çdo njeri, sidomos njerëzit të cilët janë larg besimit. Gjëja më e thjeshtë, po. Pse duhet vdes njeriu? Nëse do të vdes, pse erdha unë në këtë jetë? Kjo është gjëja që mund ta mbyllësh thjesht me selen duke thënë erdha siç kanë ardhur gjithë tjerët, do iki siç ikin gjithë tjerët. Kështu mundohet njeriu ta anashkaloj, por nuk i jep zgjidhje mendoj. Nuk është përgjigje. Pse në vetveten e tij njeriu e ndjen që jo, nuk kam ardhur kot. Po pse nuk duhet të shkoj? Është egoja e tij, është mendja, po është dhe bota e tij, zemra që nuk e pranon dot diçka të tillë. Dhe them qetësinë më të madhe që ai jep edhe mendjes, edhe zemrës njeriu është kur i thua që ti nuk ikën. Ti ke ardhur për të mos ikur. Dhe ajo që ne quajmë vdekje dhe kalim, thjesht kalim nga kjo botë në botën tjetër. Ti je me fillim, po je pa mbarim. Siç vetë është në librat hyjnor. Njeriu është krijuar madje kjo që ne quajmë jeta e kësaj bote nuk është thjesht një segment, ti ke qenë dhe përpara. Shumë më përpara në botën e shpirtrave. Kjo jep njeriu pikërisht ato që Zoti dëshi t'i jap, autoritet shumë të madh. Me thënë, Zoti ka besuar diçka shumë të madhe. Ki besim ke vetja jote, ki besim tek Zoti. Ki besim edhe tek ajo që është pas vdekjes. Nuk ke ardhur për t'u zhdukur, për t'u zhbër. Prandaj thua që kanë thënë të parët, a mund të jetë thjesht jeta e njeriu të barqe e nëna që lindin dhe gropa varri që përpin. Po, nëse jeta është shumë e zymt, shumë e frikshme. Edhe kjo me vërtet e kthen njeriu nga një krijesë që du t'ishte krijesë që reflekton një krijesë përbindësh, sepse ai thotë ka që është jeta e njeriu. E ke mundësinë shpërndorë atë. Kjo është sepse e përmendëm pak, të gjitha sjelljet e njeriu vijnë nga reflektimet e mendimit. Mendimet e njerëzve janë ata që i bën njerëzit të jenë të qetë, janë të rahatuar apo të jenë agresiv, sepse njeriu për shembull kur është e di që kjo gjë ka për të kaluar është më i qetë. Kur e di që secili ka hakun pjesën e vet, mundohet të shijoj pjesën e tij. Kur e di që kam frikë mos ma merr tjetri. Ka frikë mos ma bën me hile tjetër. Edhe unë ndala ka një stacion që është shumë i rëndësishëm, është të qetësoj Zoti mendjen dhe zemrën që ti nuk je për të zhdukur. Ti nuk kam krijuar për të zhbër, ti vazhdon. Dhe mundin s'ta humbi kurrë. Edhe mundin kurrë s'ka për ta humbur. Kjo është edhe çfarë jep njeriu. Sidomos njerëzit që përmendet që e kanë në natyrë njerëzore të bëjnë mirë, njeriu ka qejf të bëjë mirë. Por kur e din që kjo e mirë do të vazhdoj, dhe Zoti i ka regjistruar dhe kurrë s'ka për ta haruar dhe ka për ta shpërblyer, edhe sikur ta haroj njeriu, ky jep qetësi shumë të madhe. Edhe mund që u ndalun këtë pikë.
e di ç'do të thotë ta bësh të mirën me kusht që ta kthej njeriu, ta kthejnë të tjerët. Kjo është e pa imagjinueshme. Po është pishmon shumë herë. Shumë pishmon. Edhe kjo është ajo që fatkeqësisht ka mbritur te shoqëria, mos e bëj të stadikush për nder. Mirë, po çfarë qetësie i jepet njeriu kur i thuhet që ti se bën për njeriu. Ndikimi shkon tek njeriu. Dobia është tek ai njeriu, po ti e ke tjetër e bën për tjetër gjë. Të ndihesh vetë mirë dhe qetë dhe ti besosh atij Zotit që të ka kërkuar që ti të bësh mirë dhe ky s'ka për ta humbur kurrë. Edhe do të shikosh tani kjo qetësi e jashtëzakonshme. Me të vërtetë është që e jashtëzakonshme dhe këtu edhe e mira fillon dhe zgjerohet dhe njeriu se ka më llogarin, nuk e bëj të mirën që të robërohesh ti ndaj meje, që të ma dish mua për nder. Se kjo do ishte e torturë jashtëzakonshme. Kjo është një element shumë i rëndësishëm që jep njeriu stabilitet. Ai që përmendë pak stabiliteti i brendshëm është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nuk mundet të kesh një shoqëri që është e qetë dhe e stabilizuar nëse njeriu nuk është i qetë brenda vetes së tij. Ne gjithë e kemi provuar. Kur njeriu ka diçka që e mundon nga brenda, për shembull në mendjen e tij, ti flet, ai ka mendjen diku tjetër. Ai ka disa pyetje, dyshime, dilema. Ai të duket ty fizikisht me ty, po faktikisht nuk është me ty. Është jashtë komplet është shumë larg. Atëherë, ashtu siç ky njeri edhe pse fizikisht është këtu, por me mendje është shumë larg, ashtu edhe kur e brendshme e njeriu nuk është e qetë, nuk është e stabilizuar, është e pamundur që ky njeri të reflektojë pastaj paqe, stabilitet në ambientin që e rrethon. Por kur ke 1, 2, 5, 1 milion, 10 milion, shumë milion njerëz, si mund të presësh paqe dhe qetësi? Edhe unë mendoj që çfarë çdo lloj tentative që stabiliteti të vendoset nëpërmjet rregullave të jashtme, të cilat kanë shumë rëndësi, sepse është diçka që vetë Zoti ka zbritur, por nuk mund të jenë kurrë zgjidhja. Njeriu i cili nëse nuk fillon nga stabiliteti brenda. Kjo është edhe objektive që besimi prandaj mbetet i brendshëm. Reflektimi i besimit është i jashtëm. Se nëse është mendja pikërisht është besimi i brendshëm, po ashtu edhe zemra është besimi i brendshëm. Kurse reflektimi është dhe duhet të jetë i jashtëm, por njeriu le të jetë perfekt në të gjitha ato që bën. Por nëse nuk është i rahatuar në mendjen dhe në zemrën e tij, ai shumë shpejt ka për ta lënë ose ka për ta bërë për hipokrizi apo nga frika diçka të tillë. Një element pa që përmendëm ishte qetësia dhe stabiliteti që jep besimi njeriu në lidhje me një pyetje, do të thonë që shumë e rëndësishme. Faktikisht njerëzit ndoshta edhe kanë frikë ta bëjnë. Çfarë ka mas vdekjes? Pse unë duhet të vdes? Unë erdha kam lindur në këtë vit, edhe vdes në këtë vit që nuk e di kur kam lindur, por nuk e di se kur vdes, edhe kjo patjetër që edhe e bën njeriu të anktin e vet. I jep ka pjesën e anktit. Njëkohë që i thuhet njeriu ti thjesht ka ardhur në këtë botë, në këtë segment kohor, dhe do ikësh, edhe prap Zoti nga mëshira që ka për ty s'ta ka treguar momentin kur do të ikësh. Dhe kjo nuk është për të trembur ty. Përkundras, edhe kjo është element i rëndësishëm. Pse nuk është treguar ku vdes njeriu, si më thënë? Pse dhe njerëzve më të dashur të Zotit s'ka ka treguar Zoti diçka të tillë? Ai nuk është thjesht që është një diçka që e ka mbajtur Zoti, patjetër që ajo është prej sekreteve të Zotit, po është për të mirën e njeriu, për ta motivuar të gjithmonë sa je bëj mirë. Sepse njeriu të si puna asaj ndeshjes që thuhet dihet si ka për të përfunduar ndeshja, atëherë mos u lodhni hiç. Mirë, po kemi parë skuadra, dhe kjo është për të marrë mësim, të cilat luftojnë deri në momentin e fundit, deri në sekondën e fundit. Nuk impresionohen dhe nuk ndikohen nga ai rezultat që mund të jetë momentan. Atëherë nëse kjo është në jetën tonë edhe në botën e futbollit, edhe në çështjet e besimit kjo është. Si mund ta komentojmë ne atë thënie brillante profetike që vetëm një profet i Zotit mund ta thotë? Nëse dikush thot për jush ka dalë nga shtëpia e tij dhe në dorë ka një fidan që do ta mbjell, nëse shikon që po bëhet kiameti, po shkatrohet çdo gjë, po pati mundësi ta mbjell fidanin e tij përpara se të bëhet kiameti, le ta mbjell atë. Pikërisht besimi që ti o njeri i qetë, ka lidhje kiameti me ty. Me ty ka lidhje fidani që ke ndorë, shfrytëzoje mundësinë, ti je njeri që të çdon besim, të çdon amanet, amaneti yt është të mbjellësh këtë fidan. Unë kam përshtypjen që vetëm kaq po të kishte njeriu, që ky besim i jep njeriu qetësi në pyetje që janë shumë të mëdha, shumë ekzistenciale. Domethënë, ajo fillon njeriu rahatohet, fillon njeriu qartësohet. Ka dhe shumë element tjerë pastaj, është koncepti i po themi i ndarjes rrezikut. Pse Zoti këtij ka dhënë shumë, këtij si ka dhënë shumë?
Në momentin që thuhet që Zoti e ndan me urtësinë e tij dhe e di më mirë se çfarë i bën mirë dikujt dhe çfarë i bën dikujt tjetër. E dyta, koncepti i rrezikut nuk është vetëm ajo që ti shikon me sy, por janë shumë gjëra tjera që ti ndoshta nuk i shikon me sy. Nëse kufizojmë dhënien e Zotit vetëm në sasinë e parave që ka dikush, edhe nuk e fusim shëndetin aty, nuk e fusim harmoninë familjare aty, nuk e fusim qetësinë e mendjes, dhe i bëjmë padresi dhe vetes tonë, po i bëjmë dhe padresi tjerëve. Shpeshherë them këtë, ta dije çfarë hallësh ka ai që ti e mendon që është shumë i qetë, shumë i pasur, shumë i lumturuar, e thoshta ai, merr pasurinë time, po bashkë me pasurinë t'jap edhe hallët e mia, ti nuk do ta pranoj kur pasurinë e tij. E kemi kufizuar shumë konceptin e dhënjes, e furnizimit të Zotit, asaj që ne quajmë rreziku që na jep Allahu xhaleshano. Të gjitha këto janë dhunti prej Zotit. Dhe Zoti këtë i ka ndarë me urtësinë e tij. Nëse njeriu i hiqet frika nga vdekja, që e përmendëm pak, i hiqet frika dhe nga rreziku. Do të thonë, o njeri, ajo që ka caktuar për ty Zoti, ke për ta marrë, dhe siç është transmetuar, nuk do të dalë asnjë njeri prej kësaj bote pa marrë, po themi, sekondin e fundit nga jeta e tij dhe pa marrë kafshatën e fundit nga rreziku i tij. I jep njeriu një qetësi shumë të madhe, por shumë e rëndësishme pastaj si do ta jetosh ti jetën dhe si ke për ta fituar ti këtë pasuri dhe si ke për ta shpenzuar ato. Kjo mbetet pastaj pjesë e sfidës. Por i qetë, këta njerëz që mundohen të marrin, të grabisin, patjetër që duhet punosh, luftosh që të mos marrin hakun tënd, dhe kjo është pjesa njerëzore, por ti je i sigurt se në fund ti ke për ta marrë pjesën tënde. Kur nuk mund të marrë dikush ato që ka caktuar Zoti për ty. Kjo jep njeriu qetësi të jashtëzakonshme. Se imagjinoni çfarë stresi do të jetojë njeriu kur ka frikë komshiu mos ia merr këtu, ai që është përpara te rruga mos i merr tjetrën, dikush mos ia merr brenda shtëpisë. Është një diçka jetë pa përballueshme. Edhe vetëm kaq ky element tash, nëse njeriu i beson kësaj që unë do të marr ato që ka caktuar Zoti për mua, qoftë në momentin e fundit të kësaj jete. Dhe askush prej njerëzve, sikur të mlidhen gjithë bashkë, s'mund të më marrin mua ato që ka ndarë Zoti për mua. Por Zoti e shpërndan atë me urtësinë e tij, dhe nuk është vetëm ajo që shoh me sy, apo që prek me dorë, paraja, floriri dhe argjendi, por dhënja e dhuntia e Zotit është shumë, ndoshta unë e kam po se ndjej. Siç thuhet, thotë shëndeti është kuror, por që nuk e shikojnë dot të shëndetshmit, e shikon vetëm i smuri. Një kuror mbi kokat e njerëzve, por vetëm të smurët e shikojnë atë. Pasuria është pashtu kuror, e shikojnë i varfri, por harmonia familjare është një kuror që e shikojnë vetëm ata njerëz që janë sprovuar probleme në familjen e tyre. Aq shumë të mira, aq shumë rrezik, po themi ne, na ka dhënë Zoti, dhe pasuria është një pjesë e kësaj, dhe Zoti e shpërndan me urtësinë e tij, dhe ai ka për ta dhënë çdo kujt, qoftë njeriu besimtar apo jo besimtar, Zoti ka për t'ia dhënë qoftë dhe në momentin e fundit. Është shumë interesant që konceptin e rrezikut nuk e ka lidhur me besim ose me mosbesim. Ibrahimi alayhis salam mbasi u ndërtua qjabja nga duat, tha o Zot, jepi tha furnizime njerëzve që do të jenë besimtar nga ky vend. Zoti tha dhe atyre që nuk besojnë, unë do t'u jap pjesën që u takon, po se në botën tjetër kam dënim të madh. Do të thonë që dhënja, dhuntia, aspekti material nuk është i kufizuar vetëm me njerëzit që janë besimtarë. Besimtarët kanë diçka tjetër pastaj, që thënë koncepti i begatis, i bereqetit, janë falendërues shumë dhe të mirave të Zotit dhe e shijojnë më shumë ato që ju ka dhënë Zoti. Ka një tezë profesor ke pjesa e frikës, që thonë që frikrat imagjinare, nëse zgjasin gjatë, janë shumë më të rënda se sa kur ndodh diçka konkrete. Pra frika se mos bëhet i varfër dikush, po them unë, e bën shumë më shumë të ashpër dhe pa vlerësues ndaj pasurisë sa po të ishte i varfër realisht, e për shumë çështje tjera. Megjithatë, do të vike një pyetje profesor, ke çështja e dyshimit. Sepse është e natyrshme. A është ndaluar të dyshosh? Dhe si merr rrugë dyshimi i duhur? Pra, nëse nuk është i ndaluar dyshimi, ose është pjesë e qenie dhe nëse shmangim dot. Kush është dyshimi konstruktiv që na nxjerrë një rezultat duhur? Sepse mund të ketë edhe pjesë e besimtarëve, jo mund të ketë, po ka, të cilët mund të kenë dyshime të caktuara, qoftë në raport me besimin, me këto koncepte që po flasim,
po për arsye ndryshme o i mban ndër vete dhe ato akumulohen gjatë edhe nuk e dim se si marrin rrugë, ose i shprehen në një formë ose në një vend që nuk merr dot zgjidhje, dhe futet njeriu herëherë në këto konkluzione, në këto diskutime që mund t'i ketë brenda vetes gjithmonë po flasim, dhe njeriu e bëjnë besimtar, por në situatën e parë bëhet të merrsi shumë dyshues dhe bie prej dyshimet edhe merr një rrjedh tjetër pasaj jeta. E përmendëm pak që qenja e njeri është një qenje që ka dyshim. E thash kjo nuk është pikë e dobët, sepse njeriu do ta analizojmë ashtu siç vetë ka krijuar Zoti dhe të gjitha këto janë pozitive nëse marrin orientimin e duhur. Njeriu mund të dyshojë dhe mund të bëjë pyetje në lidhje vetëm me vetë ekzistencën e Zotit, siç kanë bërë pyetje historikisht dhe Zoti i ka dhënë përgjigje këtyre dyshimeve. Prap duke u folur me argumenta që i pranon mendja e tyre, por duke u zbritur edhe shenja që zbusin zemrën e tyre. Si thashë, dy elemente shumë të rëndësishëm që duhet të dy të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Të dy kanë hisën e vetë në besim. Mendja ka nevojë dhe ka argumentin logjik, bazën, por dhe ana shpirtërore apo ana emocionale janë shumë të rëndësishme dhe Zoti u ka folur dhe shpirtërisht, duke u zbutur zemrat atyre. Pra njerëzit kanë dyshuar në vetë ekzistencën e Zotit. Dhe nëse dikush thotë që unë jam ateist, është fare mirë, mund diskutohet me të. Jo të vendoset ai si tabel qitje dhe kapet dhe bjerë. Jo, ai nëse është me të vërtet armën e tij apo argumentin e tij ka logjik, përgjigja do të jepet me argumente logjik. Dhe ka një me siguri që edhe e ke lexuar dhe ndoshta një pjesë atyre që dëgjojnë e kanë lexuar, udhëtimi im nga dyshimi në besim i Mustafa Mahmudit. Edhe është shumë i bukur si libër dhe është shumë original, pra nuk ka diçka të sajuar, është diçka që ka ndodhur me vërtet. Përvojë e tij personale dhe pyetjet janë shumë ekzistenciale, shumë të rëndësishme dhe forma se si ai e shpjegon është shumë e natyrshme. Prandaj, njerëzit historikisht kanë dyshuar edhe tek ekzistenca, tek çështja që kanë lidhje me caktimin e Zotit. Pse mua do të më ndodhi kjo? Pse Zoti i ka dhënë atij? Pse Zoti i dha faraonit gjithë këtë pushtet? Apo dikujt tjetër? Pse profetë të tjerë kanë jetuar në varfëri? Kemi rastin e Omer ibn Khattabit, Zoti qoftë i kënaqur me të, kur pa profetin Muhammed alayhis salam që po flinte për tokë, i mbështetur mbi një hasër dhe ajo kishte lënë gjurmë edhe në trupin e tij, qau tha o i dërguari i Zotit, ti më i miri i njerëzve, më i miri i profetëve, ti jeton këto kushte, kurse Kisra dhe Kajsar, pra Cezari dhe mbretërit, dhe thanë që janë shok vurës, janë jo besimtar, jetojnë në atë luks. Profeti alayhis salam tha, a ke dyshim o i biri Hattabit, do të thënë deshi ti bëj ç'lidhje ka kjo me besimin. Ati vërtet ju dhimbs profeti Muhammed alayhis salam, por profeti i tregoi një dimension tjetër. I tregoi që nuk do thot nuk ka lidhje me besimin. Mundet edhe ai që është mohues, shokvurës apo gjunaqtar i madh jeton në kushte të tilla, është dhuntia ajo që i ka dhënë Zoti. Po është e kësaj bote. Por ne koncepti i rrezikut është shumë më i madh se sa kaq. Është lidhur edhe me botën tjetër. Po xheneti, a nuk është pjesë e rrezikut që ti jep nga banorët e xhenetit? Pa a ka gjë që krahasohet me atë pasuri që i ka dhënë Zoti? I ka dhënë dikujt në këtë botë një sasi të caktuar pasurie, sado e madhe qoftë ajo, por pjesa tjetër e jetës së tij e gjitha është skëter dhe është në ferr. Atëherë ai hyn njeriu në sy diçka e tillë. Pra e kemi kufizuar shumë konceptin, edhe këtu është nga që jeta jone përditshme, edhe këtu është lufta dhe debati më i madh. Zihemi për toka, për shtëpia, për vila, për makina, edhe gjithë kjo krijesë me kaq shumë potencial mbyllet dhe mbytet në këto gjëra. Një kohë që thash ai shumë i shtrirë, është shumë i madh koncepti i rrezikut. Dhe kanë dyshuar, po themi janë bërë pyetje siç e treguam rastin e Ibrahimit alayhis salam, do të di se si e bën Zoti, si e arrin të ringjallë, çfarë është procesi i ringjalljes. Dhe nuk ishte pyetje që ishte domosdoshëm ajo mohim i ringjalljes, por është thjesht ai do t'i qetësohet zemra. Ose kemi një rast tjetër që është interesant kur vetë shokët e profetit Muhammed alayhis salam shkojnë të ndrojtur dhe i thonë o i dërguari i Zotit, duam të pyesim për diçka, por kemi frikë dhe ta themi me gojë atë. Thojeni, tha profeti alayhis salam. Tha na vjen shejtani i mallkuar dhe na thot, mirë këtë e pas ka krijuar Zoti, këtë e pas ka krijuar Zoti.
po vetë Zotin kush e ka krijuar? Edhe kjo pyetje dihet që është një pyetje që edhe është bërë filozofët e bëjnë kështu me radhë. Atëherë tha profeti alayhis salam, kjo është shenjë mirë, kjo tregon që djalli, më thënë, nuk ka më pyetje dhe forcë tjetër, por ka mbritur në fund. Pra ju i keni kaluar të gjitha pengesat, edhe ai thjesht ju ka bërë tashmë sipas atij goditjen e fundit, por tha, jini të qetë në besimin tuaj dhe thoni amanna billah. Ne kemi besuar Zotin. Nëse ai është krijues, nuk ka nevojë të bëhet pyetje kush e ka krijuar krijuesin. Por nuk ju tha atyre çfarë janë këto pyetje që keni ju në mendje dhe keni në zemra. Po kjo që është problem në lidhje me esencën dhe bazën e besimit. Pra shumë e rëndësishme se si do ta trajtojmë, thonë ato që përmendëm, dyshimin dhe pyetjen. Nuk mund ta trajtojmë si armiqësi. As sidomosdoshmërisht ky njeri është kundërshtar, është armik, do të hedhë balt mbi besimin. Por mund të jetë rast shumë i mirë pikërisht që sepse faktikisht ai dyshimi është, po themi, është çengeli i parë i cili mundson njeriu që të varet në, po themi, në murin apo në pemën e besimit. Dhe është shumë e rëndësishme njeriu që jep përgjigje këtyre dyshimeve. Prandaj vetë Zoti i ka dhënë përgjigje atyre. Dhe duhet të mësojmë nga etika dhe nga mënyra se si ka dhënë Zoti përgjigje dyshimeve. Vetë profetët e Zotit, vetë profeti Muhammed alayhis salam ka qenë shumë i urtë në kthimin e përgjigjes që u ka dhënë njerëzve. Edhe rastet kur vinin që vinin beduin për shembull, njerëz pa formuar, pa shkolluar, mënyra si ka trajtuar. Pra është thot lese njerëzit janë lloj metalesh, pra një farë forme ndryshme. Ka trajtuar dhe tipin e karakterit që bën pyetjen. Sepse dikush me vërtet e ka forcën dhe dobësinë më të madhe tek mendja, forcën se po ju mbush mendja, ai më thënë aty e ka mbyllur çdo gjë. Dikush tjetër është natyrë, si është, po themi, më e ndjeshme dhe ai ka nevojë të flitet, atij të flitet zemra. Ndërkohë që Kurajshët ishin njerëz që bënin pyetje shumë të forta në lidhje me besimin. Por po të shikosh urtësinë e përgjigjeve që jep Kurani famlart, urtësinë e profetit Muhammed alayhis salam, teksa ai u shpjegonte me qetësi, me urtësi, por sepse qëllimi është udhëzimi, prandaj. Qëllimi është udhëzimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është thjesht të mbushet mendja atij, por ai njeri të mbushet mendja dhe të mbushet edhe zemra. Me të vërtetë kush e ka studiuar historinë e Kurajshëve, arabëve, ke të bësh me një popull që është i ashpër, është i dhunshëm dhe formën se si pyet. Dhe shpesh herë, domethënë, ti vetëm nga pyetja provokohesh dhe nuk ke përgjigje atij. Por Kurani ka dhënë përgjigje gjitha këtyre pyetjeve. Po ashtu profeti Muhammed u ka dhënë. Edhe thoshte atyre ambaruat, ndërkohë që ato pyetje apo fjalë që thoshin ishin aq të rënda, aq provokuese, sapo të na thuheshin ne sot, ne jo thjesht nuk japim përgjigje, por do gjenim lloj formash për, domethënë, për ta larguar këtë njerëz dhe themi të thoshim këto janë fe mohues, këto janë të pa fe, këto njohin Zot. Ajo qetësi të mahnit, ajo qetësi profetike. Edhe pastaj fillon të jep përgjigje edhe pyetjeve, dyshimeve të tyre, edhe në aspektin logjik, po edhe në aspektin shpirtëror. Si u kthyen këta njerëz në njerëz të ashpër, të vrasht, në formën se si pyesin, formën se si kundërshtojnë, në njerëz që ju kullua dhe mendja, po ju zbut edhe zemra. Kjo është e rëndësishme dhe kthehemi tek ajo që ne si bashkësi besimtare, hoxhallarët kanë nevojë që të jenë pak më të relaksuar, edhe nga kundërshtimet, nga pyetjet, nga dyshimet e njerëzve. Sepse njeriu e ka në thelb me veten atë bisedë. Patjetër. Ka gjetë një mënyrë ta shprehë, pra armiqsinë në origjinë e ka me veten e vet. Dhe dyshimin e ka po me veten, po dhe këtë konflikt e ka me veten. Nuk e ka me ty që e përballë ose me tjetrin, kam përshtypjen, mendoj që është në shumicën e rasteve e ka me veten e vet, thjesht nuk i përtet dot vetes në një farë lloj forme, pra nuk e bisedon dot. Dhe gjen ty të palen përballë që ta diskutoj. Në shumicën e rasteve duhet ta trajtojmë që e ka me shpirtin e vet. Në shumicën e rasteve dhe unë mendoj që ajo është një betejë e njeriu të brendshme, por mund të jetë rast shumë i mirë. Edhe për themi për udhëzimin e atij njeriu. Patjetër që ka një kategori siç e ka treguar Kurani famlar. Patjetër, po sa. Ti sa më shumë të tregosh argumente, aq më shumë bën kryen neç, sepse ai është i destinuar ta humbi betejën me veten e tij. Ka rastin e faraonit si po shembulli i mohimit. Faraoni kishte mjaft argumenta për ekzistencën dhe për forcën e Zotit. Dhe ai në momentin të fundit dhe fakte konkrete. Dhe fakte të fuqishme, të mrekulli që nuk mund të ndodhin. Edhe mirë po, do të shikojmë që pse mrekullitë e profetëve janë të fundit që ndodhin.
Dhe pse Zoti si ka dhënë gjithmonë përgjigje, që kanë kërkuar gjithmonë mrekulli popujt. Edhe mrekullia vjen nga një dyshim. Edhe i kanë kërkuar dhe profetit Muhammed. Na i hap qiellt, na i lëviz malet prej vendi, na i sill engjëjt të gjithë të jenë në një karavan, madje në krye të tyre të jetë vetë Zoti. Këto janë pyetje shumë të rënda dhe provokime shumë të rënda. Mi po shikojmë përgjigjen e Kuranit është kanë kërkuar të tjerë dhe përpara jush, po ju prapë zot besoni dhe mas këtyre, sepse këta janë kategoria që nuk e kanë pyetjen dhe dyshimin për të mbritur në besim, për të shkuar tek e drejta. Por e kanë sepse është gjithmonë ajo për ta mbytur atë brenda vetes dhe për ta mohuar gjithmonë. Dhe thash, faraoni është shembulli tipik i kësaj. Mrekullit kanë ardhur të fundit, por lind pyetja, sa kanë besuar mas mrekullive? Shumë pak kanë besuar mas mrekullive. Përsëri këta njerëz kanë vazhduar që edhe mas i kanë parë mrekulli, kanë thonë kjo është magji, kjo nuk është mrekulli, kjo është magji. Atëherë, dyshimi është pjesë e natyrës njerëzore, nuk duhet marrë gjithmonë si provokim, dyshimet lindin të vetë njeriu, lindin të njerëzit tjerë, njeriu duhet ta thotë atë, të pyes, po do gjej personin me kë mund ta diskutoj, me kë mund të pyes. Dhe gjëja më normale, sepse nëse e mban brenda vetes së tij dyshimin, dilemën, ajo mund të rritet edhe nga një gjë shumë e vogël dhe qesharake mund të bëhet diçka shumë e madhe. Siç për shembull, kur kemi dyshim ke një person i caktuar, kthehemi në marrëdhënien tona njerëzore. Ke një dyshim të caktuar. Nëse ti nuk e komunikon dhe nuk e ndan këtë gjë, ose me atë person drejt për drejt, ose me dikë për shembull që e njeh atë person. Nëse të kthehet ajo të kthehet një gangren brenda dhe të kthehet një besim aq të madh, domethënë, edhe të kthehet, domethënë ky njeri është njeriu më i dyshuar, më i prishur, një kohë që mbas një far kohe ti e kupton që ti e ke parë gabim atë. Ti e ke kuptuar, nuk ka fare lidhje me të. Prandaj edhe për etikave njerëzore është kur ke një dyshim të caktuar, diskutoje me tjetrin drejt për drejt në ato momente. Sepse kur është e vogël zgjidhet shumë lehtë. Ama kur të është rritur shumë, ty ta ka torturuar, por dhe ndoshta vjen një moment që ti edhe nuk të mushet mendja për të. Të njëjtën gjë, si në marrëdhënien me Zotin, po ashtu është në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Shiko profesor, në këtë vazhd bisede, një ndër çështjet që diskutohet në raport me njeriu është edhe paqartësitë e brendshme që i kërkon jashtë, ose edhe e kundërta. Pra i tërheqin vëmendje ato lloj gjërash që i përshtaten paqartësive të veta. Pra krijon një lloj magneti dyfishte quajmë ne. Por dhe nga fjalët dhe nga bisedat. Pra njeriu merr nga fjalët dhe mend ato që i përshtaten smundjes vet ose shërimit vet në një farë forme. Besimi si një dhuratë hyjnore dhe një gjë që e gjen njeriu. Sa e ndihmon që të krijojë një ekuilibër të brendshëm, që nëpërmjet këtij ekuilibrit kërkojë dhe jashtë një lloj ekuilibri, sepse kam përshtypjen profesor që një pjesë e madhe e konflikteve që i mbart njeriu me vete, ose i krijon ose i kërkon ku janë dhe i bëhen magnet. Pra si na ndihmon besimi në këtë panoramë që ne ta krijojmë një lloj ekuilibri dhe jashtë ta kërkojmë një farë lloj forme. Patjetër që thuhet nga provat më të mëdha ku njeriu është peng dhe rob i vetes së tij dhe i disa imagjinatave që i formohen vetë atij nga brenda. E përmendëm që në natyrën njerëzore është dilema, është dyshimi, është pikpyetja. Dhe përmendëm dhe atë tjetrën që kjo është e natyrshme, por është e panatyrshme të mbetesh aty. Jo, duhet patjetër që të pyetet, të diskutohet, të debatohet, dhe kjo është rruga më normale që vetë Zoti na ka orientuar, dhe profetët po ashtu na kanë orientuar që njeriu le ta thotë, ta shpreh, të pyes për diçka. Mirë, po kur këto thash nuk gjen përgjigje tek vetja e njeriu, dhe ai në vend që ti trajtojë dhe ti kuroj, ai kërkon gjasmë argumente nga jashtë që ta kthejë në bindje. Njerëzit që krijojnë bindje paraprake janë pikërisht ata që nuk mbrin në besim. Pse? Sepse mendon që ai kompleks që ka brenda vetes së tij, ata e kthen në formë bindje, dhe tashmë, siç e përmendë, thjesht nga jeta e jashtme ai merr ato elemente që të fuqizojë konceptet e tij. Kurse çfarë është besimi? Besimi është që njeriu të jetë i hapur. Edhe dyshimi nuk ka problem. S'ka problem, përderisa është me objektiv për të mbritur tek e vërteta.
E përmendëm që në fillim që besimi është e vërteta. Nëse duam të mbrim tek e vërteta, atëherë njeriu do të jetë i hapur edhe për pyetjen, por edhe për dyshimin. Në momentin që thotë jo, unë kështu e mendoj, edhe unë kështu i besoj, edhe e mbyll. Kjo është problem shumë, unë thash, pse Zoti ka debatuar me huësit, me ata që edhe në formën se si kanë pyetur, më thënë nuk kanë patur etik në pyetje. Pse profeti ka patur forcë të dëgjojë këtë pyetje, të cilat ishin shumë provokuese edhe ishin edhe të pahishme, por ama pikërisht për këtë element që njeriu të nxjerrë të gjitha ato që ka. Shikojmë që shumë njerëz, për fat keq, kjo ndodh edhe në jetën tonë përditshme, ku njerëzit nuk janë të sinqertë në marrëdhënie me Zotin, me besimin. Nuk lexojnë, nuk diskutojnë, duke mos lexuar librin e Zotit, automatikisht njeriu fillon të krijon ai perceptime. Ato që njësi supozimet në kohë. Perceptime që krijon njeriu në rastin më të mirë janë të gjymtuara, por në rastin më të keq janë shumë të gabuara, dhe ky njeri e keqja më e madhe se këto perceptime pastaj mbrapa e më thani përdorë si baza që gjithë bota duhet funksionojnë në këtë formë dhe i trajton njerëzit të tjerë. Marrim një shembull, njerëzit që po themi kanë problematika me psikologjinë e tyre, për shembull, më shumë thonë ka smundje fizike, po themi ka smundje psikologjike. Tashmë dim që çdo smundje fizike ka ndikon edhe tek ana psikologjike. Në momentin që ana psikologjike, do të thonë, ajo po them smundja psikologjike është më e madhe se sa smundja fizike, është shumë vështirë që ta trajtosh dhe ta kurosh këtë njeri. Sepse ai ka rritur, e ka ushqyer aq shumë këtë koncept, për shembull, se thonë unë do vdes në këtë smundje, për shembull. E ka mbushur mendin, ka vulosur. Ti foli sa të duash, duhet shumë punë. Njëkohë që me vërtet smundja e tij fizike mund të jetë shumë e thjeshtë, jashtëzakonisht. Po shif nga ana tjetër, njerëz që mund të sprovojnë me smundje shumë të rënda. Po thot me siguri që kjo është natyra e kësaj bote. Natyra dhe e dyta, thot sigurisht që Zoti është ai që kur do Zoti që të ketë shërim, ka shërim dhe unë besoj që ka shërim, thot. Edhe i qaset pozitivisht smundjes, ilaçit, doktorit, planit të kurimit. Është vërtetuar. A kupton pra, kur njeriu është i hapur ndaj tjetrës, ndaj gjës tjetër, atëherë me të vërtetë që ka gjithmonë zgjidhje. Kur ai është i mbyllur edhe ndaj doktorit, edhe ndaj ilaçit, dhe ka krijuar bindjen e tij. Ashtu është edhe në marrëdhëniet me besimin, marrëdhëniet me Zotin. Kur njeriu krijon disa koncepte dhe shpeshherë thashë koncepte këtë gabuara, sepse ai njeriu shef një pjesë shumë të vogël të gjës. Nuk e shef këtë panoramën. Duke pa një pjesë të vogël gjës dhe duke kthyer në bindje atë, prandaj bindja absolute dhe vërtet absolute është Zoti. Të gjithë tjerat pastaj janë alternativë, janë relative. Njeriu mund edhe mendja më ndriçuar mund të gabojë. Patjetër. Prandaj gjithmonë sa më shumë që njeriu lexon fjalën e Zotit, rrin, mëson, ngre pyetje, aty gjithmonë, më thënë, i hiqen këto komplekse. Shumë prej pyetjeve vijnë dhe jep atij qetësi dhe stabilitet dhe kthehemi prapë aty në këtë element. Mendja nuk mund të gjejë kurrë stabilitet thjesht në pyetjet që bën pa gjetur përgjigjen tek Zoti. Po edhe zemra kurrë nuk mund stabilizohet pa para të panoramën e përgjithshme që na ka treguar Zoti. Prandaj qetësia dhe stabiliteti vijnë nga besimi, por nuk duhet të kemi barriera. Në momentin që ne vendosim barriera të pakapërcyeshme dhe ne përmendë janë komplekset tona të brendshme që ne kemi rënë prej e tyre, jemi bë robër të tyre, është shumë vështirë ta nxjerrësh njeriu nga prangat e vetvetes. Mund ta çlirosh nga shumë pranga të tjera, duke se prej teje kam dëgjuar ato që thonë edhe kur ju hiqen edhe hekurat dhe prangat, ata nuk ikin dot, do thonë. Shikoj i ka dhënë Chelsea-n e derës së burgut, por ka një kafshat buke jashtë. Ai thotë ka mendin si ta marr atë kafshatën e bukës për të mbijetuar, një kohë e ka Chelsea-n e lirisë brenda. Njeriu faktikisht ka Chelsea-n e lirisë brenda. Por ka disa fiksime që ngjan asaj kafshatës së bukës, se aty e ka gjithë mendja dhe nuk del dot nga burgu i vetvetes së tij. Por sa po ta shikosh, se shkojmë dhe drejt fundit, ne po ta shikosh pak Kur'anin famlar. Na ka dhënë një panoramë jashtëzakonisht shumë gjerë. Besimtar, jo besimtar, mohues, kryenet, kundërshtues, të mirë, të këqij, profet, hipokrit, profet që vujtën, profet që u bën mbret, njerëz mohues që ishin më të pasurit e botës, po ato që u fundosëm.
Pra, ke panoramë të gjithë profetëve, të gjithë feve, të gjithë kategorive, dhe fjalët e iblisit vetë, dhe fjalët e faraonit vetë. Pra, kjo panoramë ka që gjërë. Domosdoshmërisht mendoj duhet na krijonte një panoramë shumë dhe më të gjerë, paktën në mënyrën si mendojmë gjërat. Për ta parë edhe botën me gjithë këto ngjyrat që ne ka sjell Kurani. Dhe kam përshtypjen që kjo lloj panorame, ç'nevojë ka të rikthehemi dhe ta shohim me seriozitet këtë panoramë sot? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme dhe përgjigjja për të është pikërisht aty për të treguar se çfarë është besimi, çfarë ka ndarë Zoti me njeriu, si ka besuar Zoti njeriu. Dhe çdo thotë që njeriu ti besoj Zotit. Sepse jeta që jetojmë ne në këtë tokë, në këtë segment është shumë e vogël. 70 vite, 100 vite janë të pa imagjinueshme asnjë pikë në oqean krahasim me moshën e këtij universi që dim deri tani dhe nuk e dim se ku shkon në fund. Atëherë pse Zoti ka treguar kaq shumë, i ka treguar njeriu. Dhe kur ti i tregon dikujt gjëra që ndoshta s'kan lidhje drejt për drejt me jetën e tij, tregon që i beson atij, do të thënë, do që ai të ta shoh situatën në përgjithësi. Është si puna kur ti fillon dhe i shpjegon fëmijës tënd gjëra që ai si percepton dot. Por ti mundohesh ti tregosh që ajo panorama ka disa puzzle aty brenda. Faktikisht ti i ke hapur aty mendjen, ja ke hapur mendjen, edhe pse është fëmijë, ja ke hapur imagjinatën, dhe e ke bërë atë më të përgjithshëm edhe për vetveten e tij. Në shumë ato që ka treguar Zoti. Kanë lidhje drejt për drejt, po themi me jetën tonë 70 vjeçare që jetojmë në filan vend, lindim këtu dhe vdesim këtu. Po dikush, po pse unë mjafton 2 regjona, nuk dua më tepër sa kaq. Po Zoti siç e përmend, ka folur për fillimin, për detajet e fillimit, për çfarë ka ndodhur atje. Po ashtu për detajet e asaj që po na ndodh dhe për detajet e asaj që do të vi. Pastaj brenda këtyre detajeve ka popull, përmend, ka histori, ka profet, ka njerëz të mirë, ka njerëz të këqij. Pse të gjitha këto detaje? Të gjitha këto sepse Zoti ka dashur të ndajë me njeriu vizionin për gjithçka. Po jo thjesht për atë që ti jeton, të kufizuar me jetën e kësaj bote apo me vendin ku jeton. Çfarë do të hynin në punë arabëve, beduinëve, të kurejshëve, në popull që kishte atë gjithë këto koncepte. Është pikërisht për të treguar që Zoti e ndan me ty o njeri të gjithë këto vizion. Kjo është ajo që ne themi, Zoti i ka besuar njeriu. Dhe ka treguar planin e plot. Komplet planin e plot. Jo vetëm të asaj që po jeton njeriu tani, por edhe të kaluarën, por edhe të ardhmen. Të gjitha premtimet hyjnore apo premtimet profetike, pse i ka dhënë profeti Muhammed alayhis salam, sa ishte gjallë, do të ndodhin këto gjëra, por Zoti i ka pikërisht për t'i dhënë njeriu panoramën e plot dhe për t'i dhënë atij qetësi. Është shumë e rëndësishme që t'i japësh njeriu qetësi. Dhe po të shikosh këtë qetësi ja ka dhënë momentet më delikate shokëve të tij dhe të gjithë atyre. Sepse në momentet të delikata apo të vështira kur kalon njeriu, atij i mjegullohet çdo gjë. Ama kur i tregon që pas këtij mali ka jetë, pas këtyre rreve të zeza do të ka një diell që shkëlqen, pas kësaj jete ka një botë shumë të madhe, ka qenë dhe shumë e madhe më përpara. Unë po tregoj të gjitha këto detaje, njeriu ka tjetër siguri në veten e tij. Tjetër autoritet i jepet. Unë them që gjitha këto Zoti i ka bërë për t'i dhënë autoritet njeriu. Kot s'ka thënë ne kemi fisnikruar birin e Ademit dhe pasardhësit e tij. Kot nuk quhet iman, besim. Zoti ty të ka besuar. Ti besoj këtij Zoti, besoj këtij plani. Por brenda këtij plani mund të ketë shumë detaje që ti si kupton dot. Se ti do të kuptosh aq sa për arsye të fazës ku jete po. Kapacitetin tënd. Prandaj njeriu në momente të caktuara shikon disa gjëra që i ka menduar të pa imagjinuara. Kështu pas ka qenë, kjo pas më ditë. Edhe në jetën tonë të përditshmit. Ti jo gjithmonë të tregohet i gjithë filmi, po ti shikon një sekuencë, po ti e din që filmi fillon dhe mbaron këtu. Dhe unë e di që ky do të jetë përfundimi i këtij filmi. Po në momente të caktuara aq do të shikosh ti. Më vonë ke për të parë sekuenca të tjera. E ti beson, nëse i besojmë ne, po themi fantazisë apo urtësisë të atij regjizori, atëherë ti nuk i beson urtësisë të krijuesit, i cili të ka treguar fillimin dhe mbarimin, edhe shpeshherë me detaje. Po a është të thënë që ty mendja jote ti kapi gjitha detajet? Jo, nuk është të thënë sepse kjo është e pamundur që të ndodhë.
kjo thash i jep njeriu autoritet shumë të madh dhe tregon pse Zoti ja besoi njeriu këtë gjë. Amanet. Nuk ja besoi as engjëve, as maleve, as fushave, ja besoi njeriu. Dhe e dyta, kjo jep njeriu një qetësi shumë të madhe dhe jep dhe një përgjegjësi. Njeriu duhet të kesh përgjegjësi në gjitha veprimet që bën. Pse? Sepse ti je mëkëmësi i Zotit në tokë. Prandaj mund të themi përfundimisht, besimi është qetësi shumë e madhe në shpirt edhe në zemër, po është siguri edhe për gjithë shoqërinë dhe e ngren njeriu në nivele shumë të larta, në nivelin e ashtu siç e ka quajtur vetë Zoti, halife, mëkëmësi i Zotit në tokë, ka treguar ti panoramën e përgjithshme nga fillimi edhe deri në fund, por brenda kësaj panorame ka shumë detaje, ka shumë ekuilibra që ti duhet i besosh atij që ka vendosur këto ekuilibra dhe jo domosdoshmërisht thuash mua duhet ma tregosh tani në këtë moment se por ndryshe unë nuk e besoj. Profesor, faleminderit. Shumë faleminderit për këtë pjesë. Nderuar vëllezër dhe motra, deri në takimin tjetër, ne inshallah takohemi me hajër. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.